I dashur profesor Mashima, si po e shkon shpika e fundit, e di që do të jetë e mrekullueshme. Fanci juaj më i madh, Tommy Turnbull. I dashur Tommy, ai ka kaluar të gjitha pritshmëritë e mia, por ka frikë se mund të përfundoj me tuar të gabuara. Kështu që po e tërgoj atë në një vend të sigurt, diku që ndoshta mund të mësoj të bëhet një djalë i vërtet. Wow! Një djalë i vërtet robot. Djali robot, të lutem ndalo! Djali robot! Djali robot, ndalo! Ndalo! Sigur unë citove shumë, a nuk mendon? Unë thjesht shumë balojën. Ju fëmi! Le të largohemi që këtu! Mos u ktheni kurrë! Jeni të përjashtuar! Të paktën për një javë! Tommy, si është puna? Është djali robot. Ai po sënon çdo gjë, po duket sikur ka ndonjë gjë që e nervokos më shumë. Ose pjesa kryesore që po i mungon në sistemin e tij. Me sa duket, sistemi i tij sensor është ngritur vërtet shumë. Ti mund ta balancosh atë duke e bërë vetën. Por, duhet të them që nëse ja ul sensorët sërish, mund të jetë shumë e rrezikshme. Ka për ta bërë atë shumë të dobët që të dy luftojë. Po nuk e vras mendje për këtë. Në të kaluarën pjesët kryesore të djalit robot dhe forca e tij brutale ishin të nevojshme për eksperimentin tim ushtarak. Por tani jo më. Përse po e godet veten? Përse po godet veten? Përse po godet veten? Kjo po bëhet e mërzitshme. Përse fytyra ime më ka ndryshuar, sikur po shijoja këtë në fakt. Herën tjetër po të them, mos të jesh aty ku do jem unë. Ndoshta herën tjetër duhet të marr ty disa të mbathura dhe të ecësh si një vajzë e lënduar, ke për t'i bërë nder çdo njeriu. Hey Gaz, Ah, ti pas ke të mbathur atë kuka jote. oh, plako, ne duhet që të merremi me atë gjën që ti e quan vëlla. Unë e ola sistemin nervoz, me sa duket nuk po funksionon. Ai është akoma shumë agresiv. Oh, plako e kënaqe fare tani. Në rregull Gaz, më thuaj nëse kjo është ulur siç duhet. Më lart të qet, më lart të qet. Dhe një herë të fundit, nëse kjo nuk punon, nuk e di se ç'të bëj. Funksionoi! Ai nuk luftoi! Bukur! Po! Djema, pak ndim, ku jeni? Është vërtet bukur që u ktheve si qishe, shoku. Ha? Kamikaze?
Ta mendosh për faktin që unë kam ndërtuar dhe ndërthuar plane geniale për vite me radhë si kjo. Sot është dita që unë do të rifitoj djalin robot për veten time! Çfarë ka mësuar ky Kazja e çmendur vall? Lart, lart, lart! Djali robot? A nuk duhet që të luftoj me këta klonë tani? Djali robot? Djali robot nuk do të luftoj. Djali robot është i qetë dhe i qetësuar. O jo! Sistemit nervor është lufshon tani. Si e? O, plako, aron peshku! Djali robot nuk sulmon. Djali robot është shumë i qetë në fakt. S'po më besohet fare. Kjo ishte shumë e lehtë. Konstantin, le të shkojmë poshtë tani. Ata e morën dhe është i gjithë faji. Tani e gjithë koha që kam humbur, duke bërë plane javleti. Ja kam arritur, unë sapo kam kapur djalin robot. Konstantin, le ta festojmë këtë fitore duke kënduar himnin ton të ishullit Kaze. O njerëz të mbretërisë, unë jam mbreti, ko plan që unë bëj, unë ja arri. Hej shef, nëse djali robot nuk lufton më, për çfarë do të nevojitet ai ty? Usham! Mos e ndërprej himnin, unë jam mbreti, a? Ta më thuaj ti? E po, thjesht puna është se një djalë i lumtur robot që nuk lufton, do të të ndihmoj ty që të sundosh botën. Se ti gjithmonë duhet që të shkatrosh këndën time! Unë po mundohem që të... Ti gjithmonë mi shkatron momentet e mia të veçanta. Unë më në fund e kam djalin robot dhe nuk më lejon mua të shijoj vetëm për 1 minutë. Apo jo, unë e kam arritur, e kam kapur djalin robot. Lufto, ti mallkuar! Shef, unë nuk do ta bëj atë nëse do të ishe në vetin tënd. Vjeta sa po më kalojnë nga syt. Çfarë dhimbje? Mirë, do ta bëj unë atë që të luftoj. Të rregullohen të gjithë motorët. Kapeni atë, ushtarët e mi të pesh. Ai është Shockwing Tommy. Duhet të nxitosh djalin robot, ose thuaj lam të mirë për gjithmonë shokut të mbush. Oktapodët e mi që po sulmojnë shokun tënd, duhet që do të bëjnë ty shumë të nevrigosur. Unë dua të ndihmoj Tommy. Kaq ishte, kaq ishte. Erdhi koha për aksion. Po, ai do të luftoj. Go! Djalin robot, ka për të luftuar.
jo! Djali robot! Shko, djali robot! Jo! Ne po mbasim sërish! Gjërat nuk po shkojnë si pas planit! Buloj syt, shef! Për çfarë po flet? Dhe mbaje frymën, shef! Oh, jo! Tomi është mirë. Djali robot kërkon falje për luftimin. Djali robot, unë e pash të gjithë ngjarje. Unë jam vërtet shumë krenar për ty. Por djali robot e hoqi fare kapacitetin. Shoku im, ti nuk ja kishe nevojë. E gjitha çfarë të desh, të ndihmoje një shok ishte vetëm për ta teje. Ti tani je një hap larg që të bësh vërtet një djalë prej vërteti.